Kolega, kur tha ma heret, nuk u konsultu Ministria Shëndetësisë. Ministria Shëndetësisë u konë përfaqësuesi periudhës farmacistave të Kosovës, gjithë tonë kohën në Komision Ministrisë Shëndetësisë. Nuk është të vërtet. Përpos kësaj, e përmeni me emën edhe me mbi emën. Përpos kësaj, e përmeni kolegja, u konë edhe periudha kur kemi pas drejt për debat publik, na u ka publiku në debat publik. Unë për veti si individ ku më aplikuar në atë kohë, disa komente i këmë dhonë edhe disa vreti i këmë dhonë për me u letësua ligje, edhe gjitha kanë, po mënej 80% tyne kanë hasë në vesh të pranueshëm edhe kanë kaluar propozimet e mia edhe idejat e mia për mos më manifestuar në krizë. Na si distributor, po flasë për veti, jemi furnizu me vakt edhe jemi kont pranueshëm. Kur jemi kont furnizuar, kur po duhem me thonë 25 kompani farmaceutike, tonë kohën po propagandohet periudhës farmacistave të Kosovës që kanë me ik fabrikat, Edhe avokati bare paralajmëroi këtë thike, kanë me ik fabrikat, edhe unë po thamë, për 25 fabrikave të mia, asnjë fabrik nuk ka paralajmëruar që ka më të rjek për tregut Kosovës, për kundrazi e ka pranuar tregun e Kosovës. Kur thëshin Kosova o treg i vogël, edhe s'kan interes fabrikat, Mali Zi 500.000 banori ka. Krejt fabrikat me renome i vodnore e në prezente në Malin Zi, e s'janë në Kosovë. Do me thonë, ato e kanë pranuar bile që për kundrazi e kanë pranuar nivelizimin e çmimit se tonë kohën kanë thonë po na kompromitohet produkti, po shitet produkti jonë sikur plaçka, një banatore 3 euro, një banatore 5 euro, një banatore 8 euro. Edhe atëherë domthon ata e kanë përkrah çit ligj, kur u fol më herët që u tha, janë ngut me ligj, çfarë fjale është janë ngut me ligj 25 vjet mas lufte, nuk kemi ligj për nivelizim të çmimeve të barnave dhe për harmonizim të çmimeve të barnave. E foli shumë mirë kolegja një fjalë, si tha jemi të fundit na, do më onë Belorusia nuk kinë bashkinë Europiane, edhe na simi, Belorusia është një shtetë që po mbetet veç vetën, na jemi i shteti i fundit ose shteti i turpit që 25 vjet mas lufte, sot be konsolidojmë pe bëjmë harmonizimin e çmimeve të varnave, kur dihet se me që të harmonizim të ligjit çmimeve të varnave, se kjo po shko përpara, deshti dikush, i kërkoj falje unë që aty në oponent veç që po ju prishte disponimi, po ligji po ecë përpara, po shkon. E tash edhe po i vjen fundi kësaj pune. Një dukuri po e flasë, na me rjetin që e kemi tonë të komunikimit që i furnizojmë gjitha banatoret në Kosovë, non-stop ju kemi dhonë informata, kur kanë thonë po dalin avokat, po dalin këta, po na shkaktojnë panik të qytetarë, po na shkaktojnë panik, u kom thonë, keni dorim se qyteti Prishtinës, veç një vendim kur po merret më bo një rrugë, një kashe, 3-4 ditë ose një javë po krijohet të lovi e mos flasëm një ligj kur bëhet. Për ndryshe, të jemi të sigurt që i kthehet digniteti farmacistit se nuk ka më pazare, nuk ka më shtyj që e ban atore 4 euro, nuk po të api 1 euro regjis, po çmimi o çmim, edhe farmacisti kthehet e profesioni vetë ku i tregon për çka do të më përdorët, çish përdoret, nëse është antihipertenziv ose për probleme kardiake, cilin ushqim guxon me përdorët, cilin ushqim s'guxon me përdorët, nëse del gërmin nuk guxon me vrapu, po do guxon me ecë. Ma mirë farmacisti më ia dhon si do këshilla, se me bo pazare sikur deri sot që në bëjë... Pajtojemi plotësisht me këtë pjesën e fundit të cilë. Si jënë bo pazare. Në anën tjetër, kur ju kemi njoftu banatorit e ju kemi thonë, kemi më rinë në qatë fazë, kur që ishin propagandë këta edhe theshin, vetë qëllimi vetëm u konë më minu e çmimi, se u prishin intereset e 5-6 kompanive. Kur u konë vjana na u duke mi thonë blerësave, u duke mi qëndru mrapa mi thonë, edhe nëse ndryshohen çmimet ose diçka, na kemi mja u kompenzu, mëse keni atë dert po të qëndroni para pacientit, furnizimet për janës tam janë konë për ditës të pare. Më logaritën i punë në fillim të shkurtit, kur ka filluar që këtë çmim në fuqi. Qatë ditë u konë e hane, disa depo mos thonë që shumica aty ne kanë vendosë mos me punue, mos me furnizohë mall, e mshiten betimin e Hipokratit, e mshiten humanizëm, e mshiten medikamentit që ose një shajt, e ministria. Deri sa kur na kanë thirrë neve, na kanë thonë te keni ju ty punua, na kemi thonë nuk e nalim punën. Ma kërko me kriju me humbje se e këmë dhoni lloj betimi. Edhe ndoshta i kemi humbje të mirë, po atë janë të i kalueshme. Duhet mu stabilizu shteti. Nëse është puna me kundërshtu ligjin e çmimeve dikush, atëherë, nëse unë marr pjesë me kompaninë ta me 47% furnizimit tregut, në aspektin komercial mas shumë të më godet mu mirë, po përkundër që asaj këmë thonë duhet me shku ligji përpara. Të mos krijojmë mjegulli. Ligji për unifikimin e çmimeve oda e farmacistëve e përkrah fuqishëm. Ne presim që 20 vite. Mirë po, ne nuk jemi të pajtimit me paragrafet e vendimit në të cilët i ka përcaktuar Ministria e Shëndetësisë. Saksisht, paragrafi 6 i vendimit të parë, sepse tani janë bërë 4 deri në 5 vendimet, janë ndryshuar brenda një periudhe 3 mujore. Tash,
Paragrafi 6. Obligohen qarkulluesit me pakicë, barnatorit të vendosin çmimin sipas listës zyrtare të çmimeve të produkteve medicinale në të gjitha produktet që kanë në gjendje. Pra, nëse janë furnizuar më herët, me këtë pikë pe obligon, pe detyron barnatoren ti vendos çmimet në produkte të cilët po supozojmë e ka marrë 2 euro dhe ta ne vendos 1 euro gjys, ose e ka marrë 2 euro dhe ta shet 3 euro, sepse ligji për unifikimin e vendimin këtë rast kemi edhe ngritje dhe ulje të çmimeve. Mirë, po unë vetëm e kam një pyetje konkrete për kolegun ton. A pajtohesh me pikën e vendimit numër 6, të cilën ne kemi marrë përgjigje nga të gjithë gati 1000 farmacistë të cilët nuk janë pajtuar me këtë pikë. A keni mundësi vetëm një sqarim? Pajtohesh apo nuk po pajtohesh me pikën 6? Me 2 shkurt u hyp fuqisë ky ligj. Pe 2 shkurtit se do shte 26, do me thonë 1 muaj e 26 ditë. Asnjë inspektor kërkon se ka dënuar për çita se janë të shkuën heshtje, i ka lejuar edhe inspektorati farmaceutik dhe Ministria e Shëndetësisë i ka lejuar me heshtje me shku edhe mu harxua komplet stoqet e vjetra, edhe çmimet si vendosen çmimet në stikera që ato kanë me konë me çmimet reja. Do me thonë në çit heshtje ka kaluar si kjo. Jo, nuk ka kaluar ende. Unë bëra pyetje. A keni mundësi me na tregu a është në rregull paragrafi i 6 i cili e dëmton? Nuk e ka dëmtuar kërkon, veç i barnatore dhe të më lajmërohet mua që e ka dëmtuar, unë e kom ja kompenzu dhe një kompenzimin. Po jo bre, po nuk është i formati komunikimit, unë ja kompenzoj, unë jam të... 26 dëmon 56 dit janë kanë kalu për që se i kohë janë të arzu stoqet e fundit. Çdo produkt farmaceutik si vendoset stikeri me çmim çaj do të mu respektuar. Nuk është i obliguar. Farmacisti në barnatorit i vendos, po jo bre, po nuk është i obliguar. Kjo ardhë është për qytetarin edhe për kolegët farmacistë, ata mas mire kuptojnë që kem të thonë. Po, e kuptojnë kolegët mas mire, nuk mundet barnatorja... Bukuria tjetër, prapavia e qytën e interesgjive, prapavia e oponentve që në konë edhe një influencë interesgjive të caktuar, mere me men u konë, jo njëherë duhet fondi të një çmimet. Jo, nuk është vërtet, si ka mundësi, jo, i nderuar. Fondi dhe çmimet kanë dalim ndryshe. Unë e ideale kumnije, në këtë debat plus e komunie, kur thejke pjesë kjo bre disperzim, taksa për disperzim. Taksa për disperzim nuk mundet më caktu po bo fondi sigurimeve shëndetësore se në letër pasve kur shuhet ilaçi ose 5 ilaçe shkuan një recept, nuk ka mundësi më u paguë që ajo. Kur bëhet receta me vlerë, atëherë veç mu i me folë për taksën për disperzim. Shumë mirë që e ceke në të cilën kanë kërkuar, fillimisht të bëhet fondi sigurimit shëndetësori funksionalizuar dhe më pastaj të bëhet unifikimi çmimeve. Mirë, faktikisht, dëgjoni, me datën 2020, i nderuari Milaim Abdullahu ki çuar në email zyrtarisht tek antarët e kuvendit dhe ke kërkuar në fuqi të futet 3 listat barnave. Pra, po flasim për vitin 2020 të cilit është shumë e hapur, është faktike. Dhe, brenda kësajna, keni përcaktuar, komenti im jetë, të shikohet kjo pun në formë kronologjike. Të jetë obligative njëherë receta, të kemi fondin e sigurimeve shëndetësore, të funksionalizuar, se tani e kemi, po nuk është funksional. Dhe fundit çmimet e nivelizimit të barnave. Pra, po flasim para për 5 viteve, kur zotnia i cili ka qenë në propozita drejtuese të shoqatës së distributorëve dhe nuk është më, ka qenë kryetar i Komisionit për Solidaritet, nuk është më, pra vetë fakti që nuk është lën shumë për të dëshiruar.